Pra thonë të Sufjan Thaurio, nëse Allahu Azza wa Jall begaton dhe don një vëlla për Allah, mos prit prej atij që ai ta kthej me mirësi. Mirë po falenderoj Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall ta ka mundsu që ta dojsh dikan për Allah, që ta ka mundsu Allahu Azza wa Jall që ta bëjsh një vepër që e pëlqen dhe don Allahu Azza wa Jall. A dini leder, se nëse ne duhemi për Allah që ta kuptojmë se Allahu Azza wa Jall nuk na ka porosit për diçka rastësisht, mirë po Allahu Azza wa Jall dëshiron që ne të lartësohemi në dunja dhe në ahiret. Dhe kjo është termometri, kjo është matja e vëllazërisë në Islam. Lehtë të ndërshëm me çfarë ne e matimi ne imanin tonë, se sa jemi të afër tek Allahu Azza wa Jall, se sa imani peshon në zemrat tona, atëherë shiko sa vëllezër i don për Allah. Ka se thot pejgamberi Allahut me një hadith që ka transmetuar Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, që thot pejgamberi Allahut se hallka më e fuqishme e imanit, nia më e fuqishme e imanit është me dash dikan për Allah dhe me urrej dikan për Allah. Derisa transmeton Ebu Umame el-Bahilio, ai që dëshiron që imani i tij të plotësohet, dohet ta korrigjon zemrën e tij dhe ta korrigjon dhe ta shigjon gjoksin e tij, çfarë përmban në zemrën e tij. Ka se thot pejgamberi Allahu në këtë hadith që e transmeton Ebu Umame, thot ai i cili e don dikan për Allah dhe urren dikan për Allah dhe jep dikujt për Allah dhe bojkoton dikan nuk i jep për Allah, ati ju ka plotësu imani. Ja vetëm që ju ka plotësu imani, vëllezër të ndershëm, po kjo është ndoshta i vetmi që e ka shijuar ambëlsirën e imanit. Para të vëllezër të ndershëm, imani ka ambëlsirë, privat dhe nuk ka mundësi që ta shijon ai që ju urren vëllezërit e tij për Allah, ai që nuk i don vëllezërit e tij për Allah. Para thot pejgamberi Allahu tre lloj njerëz janë ata të cilët e kanë shiju ambëlsirën e imanit. Njëri nga ato ai që e don vëllavin e vet për Allah, pra nuk e don për interes të dunjas, nuk e don për çkak pasurisë, nuk e don për çkak farefisnis, po e don vetëm se Allahu Azza wa Jall e don që njeriu ta don vëllavin e vet për çkak besimit të tij, për çkak imanit të tij. E nëse dëshiron ta korrigjojsh vetën tonë, se çka do me thonë, a e don dikan për Allah, atë e kanë thonë dietarët, që t'ja dojsh vëllavit tanë atë që e don për vetë. Nëse ja don vëllavit tanë atë që e don për vetë, nga e mira, kjo është shenjë e besimit, kjo është shenjë e imanit, kjo është shenjë e vëllazërisë në Islam, që më ashtu me dojsh vëllavin tanë për Allah, do të thotë që ta kishillosh për Allah, të lutesh për ta kur nuk është ai prezent, që mbrojsh nderin atij kur nuk ka prezent. Ka se thot pejgamberi Allahut, ai që ja mbron vëllavit vet nderin atij, nuk e le që të përkëjohet me xhelisin e tij. Allahu ja mbron fitirën e tij nga zjarmi i xhenemit. Që me dash për Allah do të thotë që mos më prish me vëllavin tanë për çkak dunjas, për çkak se nëse keni ngatruar çështjen e dunjas, nuk do të thotë që është eliminu çështja e imanit. Pra do lejo të ndërshëm, dhe dash për Allah është një ndër veprat madhore që i donë Allah, nga se janë veprat e zemrës që nuk i shef vetëm Allahu Azza wa Jall.